Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e 2 të podcastit Nën uniformën e punëtorit të pastrimit. Sot do të flasim për një temë e cila nuk është cekur shpesh, të drejtat e punëtorëve, zbatimi i ligjit dhe siguria në punë. Për të folur për këtë temë, kam të ftuar në studio zonjën Mariela Mushaka, Inspektoriati Shtetëror i Punës. Përshëndetje. Edison Hoxha, eksperti sigurisë dhe shëndetit në punë. Mirë se erdhët. Faleminderit. Dhe zonjën Alketa Vrapi, punonjëse e pastrimi. Faleminderit që jeni me mua. Zonja Alketa, e nis me ju dhe jo rastësisht, për të kuptuar disi se çfarë ndodh në terren. Cilat janë disa nga vështirësitë që hasin punëtorët e pastrimit sot? Konkretisht juve. Po. Në faktën e gjithë ditën se unë jam tuni parë, ne vetëm një lek kemi sigurim punë, asë gjë tjetër, edhe nuk kemi mbrojtje. Se makinat janë gjithë ditën lëvizje, kemi edhe me fjalën edhe na shajnë, na ofendojnë, se na banë me ty, me qysha teka. Nuk kemi sigurim punë, nuk i kemi ato kushte tamam, që të vina njët në pysin, moj keni sigurim punë, neve nuk kemi sigurim punë, farë. Nuk i kemi kushte tamam. Edhe dorezet ne i blejmë në jërë vetë, në rallë në japin. Vetëm një lek neve në mbronë, asë i gjatë tjetër. Këto kushtet kemi neve në punë, asë i gjatë tjetër. Ne jemi gjithë ditën punë. A desh personalisht e rrezikuar dhe nëse por përgjigjja juaj do të ishte po, nuk di, më veçon në një moment specifik? Ndjehemi shumë të rrezikshme në punë, me fjalë nga se s'kemi sigurim punë. Nuk të pysin, nuk të mbron ai e leku që kemi. Ka pas një rast që je ndirë e rrezikuar nëse mund të na e kujtosh? Kam dirë. Kur për shembull? Para ku që pari viti, mu desh më mori makinë përpara. Mos kisha kaluar këtë matana, i desh më mori përpara dhe iku. Dha 10 shame mbrapa. Që unë isha në rrugën time, nuk isha se a kisha zanë pjesën e rrugës atit. Edhe një punëtora jone që para ca kosh, ajo bani aksidente, kapi nuk e kratë e mesit. E përplasit dhe gëllësit e iku. Pra, kjo nuk është thjesht një përvojë personale, por është ajo se çfarë ndodh realisht në terren. Dhe për këtë unë do doja të ndalesha pak te zoti Edison, i cili për shkak të pozicionit ju jeni ekspert të sigurie. Realisht, si e shihni ju në terren? Sa e vështirë dhe rrezikshme është sot puna e punëtorëve të pastrimit? Puna e punëtorëve të pastrimit është një nga punët më të vështira në fakt që bëhen sot nga të gjithë kategoritë dhe sektorët e punonjësve. Është një punë që ka problematika të mëdha sa i përket garantimit të sigurisë së shtetit në punë. Siç edhe u tha këtu, por edhe konstatohet gjerësisht në të gjitha ambientet e punës ku punonjësit e pastrimit punojnë, ka vështirësi të mëdha në garantimin e sigurisë së shtetit në punë tyre. Ka mungesë të theksuar të përdorimit të teknologjisë nga kompanitë. Kompanitë e pastrimit, sidomos kur janë kompani private, por edhe kur janë ndërmarrje shtetërore, sepse kemi një ndarje të madhe në Elbasan është pothuajse private, ndërkohë që në qytete të tjera kemi Durrësin apo qytete të tjera që janë kompanitë janë publike, janë ndërmarrje të bashkive. Dhe në të gjitha rastet ne konstatojmë që ka një mungesë shumë të madhe në përdorimin e teknologjisë. Nuk ka makina teknologjike, nuk ka mjete të posaçme mbrojtjeje për punonjësit, vetëm një leku nuk është asgjë. Do ndalim në një moment, por në këndvështrimin tuaj sa rrezikshme është kjo punë? Sa ajo më intereson shumë për ta nxjerrë gjatë jetës. Është një nga sektorët më të vështirë dhe madje sugjerimi për Inspektoratin e Punës ka qenë dhe vazhdon të jetë ky që kjo kategori punonjësish dhe kjo kategori pune, le të themi, të klasifikohet si punë e me risk të lartë. Të lartë. Dhe kjo të sankcionohet ligjërisht, jo thjesht jetë diçka që inspektorati t'i kushtoj më shumë vëmendje të tjerë, por të klasifikohet si punë me rrezikshmëri të lartë. Dhe punonjësit e këtij sektori të marrin të gjithë mbrojtjen që kanë punonjësit e sektorëve që puna është me rrezikshmëri të lartë, siç flasim për minierat, flasim për punën në industri, ku përdoren kimikate të tjerë, sepse përveç se punonjësit punojnë janë potencialisht të rrezikuar në çdo moment, sepse në ato koshat e mbeturinave mund dali çfarëdo lloj gjëje. Mund dali, ka pasur raste kur janë aksidentuar sepse ka shpërthyer një bateri apo një mjet
që i ka dëmtuar shëndetin punonjësve aty. Dhe mund të ndodhin, nuk e di, mund ndodhi çdo gjë sepse nuk mundet ta parashikojë punonjësi. Është një rrezik potencial shumë i lartë. Nuk mundet, ai shkon atje për të ngarkuar në koshin e mbeturinave në automatin për katës. Edhe përballet me një rrezik me një rrezik që nuk mundet, është prandaj duhet që klasifikohet si e tillë. Mjetet personale, antidota, duhet përdoret antidota, ndërkohë që nuk e njohin, me sa di unë pak në raste nuk e di nëse përdoret në rastin tuaj, por antidota duhet të jepet në vazhdimsi për punonjësit e pastrimit. Ka disa ndërmarrje, sidomos ndërmarrjet publike që e japin. Ne kemi rastin e fundit në Vlorë, në fakt që punonjësit kanë një pagesë ekstra për antidotën, dhe duhet ta marrin sepse nuk e njohin fare. Dhe janë situata sepse ata janë gjithë ditën punonjësit në kontakt me plurin. Kontakt me plurin dhe do duhet të kenë në qumshtin e përditshëm që është pjesë e trajtimit të tyre ditor. Kështu që kjo është situata, është situatë jashtëzakonisht e vështirë. Ne ty pahan gjithë ditën dhe s'kemi një maskë. Patjetër. Ndërkohë, Zeja Mushaka nga ana institucionale, konsiderohet sektori pastrimit ndër më problematikët në vend? Për të sqaruar këtë pyetje, unë do doja të sqaroja si bëhet klasifikimi i veprimtarive nga ILO, që është Organizata Ndërkombëtare e Punës. Aktualisht ILO i klasifikon llojet e veprimtarive në 9 klasa kryesore dhe aktivitetet e shërbimit futen tek aktivitetet e tjera. Punët që kanë rrezikshmëri ose profesionet që lidhen me ndërtimin, prodhimin, minjerat, karierat, shfaqin një risk më të lartë krahasuar me aktivitetet e tjera ku bën pjesë dhe sektori i shërbimit të pastrimit. Sigurisht, thënë kjo, nuk do të themi që ka risk të ulët apo të lartë, por që e klasifikojmë në këtë klasë dhe pasaj se çfarë risku për të përcaktuar nivelin e tij, ligji ka parashikuar nëpërmjet kuadrit ligjor disa dokumenta që përcaktojnë dhe nivelet konkrete në bazë të pozicionave të punës. Do të përmendim këtu dokumentin e vlerësimit të riskut që kanë të detyrueshëm për ta hartuar të gjithë subjektet që i nënshtrohen inspektimit. Në këtë ligj përcaktohet niveli i rrezikshmërisë së aktivitetit. Zotëra, ju e përmendët në fakt që është një punë me risk të lartë. Nga ana tjetër, një punë e cila punëtorët e pastrimit faktikisht nuk i kanë pajisjet mbrojtëse. Tani është momenti që të na sqaroni pak se cilat janë këto pajisje që mungojnë dhe do duhet ishin patjetër. Tani, ne kemi profesorët e inspektorat di shumë mirë që ka pajisje individuale mbrojtëse për punonjësit, ka dhe pajisje kolektive që mbrojnë punonjësit. Pajisje individuale janë shumë të rëndësishme, sidomos në një situatë tillë ku punonjësit e pastrimit janë gjithë ditën në rrugën e makinave dhe do duhet të kenë pajisje personale të dallueshme, rroba fosforeshente të dallueshme që ndërohen në vazhdimsi, pajisje që vishen këpucë të posaçme, le themi në mbulimin e plurave për fytyrën dhe për frymarrjen, maska që mund të përdoren në këto raste, pajisje që mbulojnë kokën, kapelet posaçme, duhet të jenë të gjitha të posaçme dhe të ndërohen në vazhdimsi. Dhe nuk është se merren një herë këto dhe pastaj harrohet dhe se çfarë ndodh. Po duhet që të merret sipas sezonave, duhet të merret sipas masave që ka secili prej punonjësve, duhet të jetë një komunikim i vazhdueshëm me punonjësit për këto pajisje dhe të përshtatet pastaj edhe me secili prej punonjësve që është duke punuar. Dhe këtë sidomos e ka për detyrë, le të themi, një institucion i posaçëm që duhet të funksionojë brenda punonjësve, që është Këshilli i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, që unë mendoj se është shumë e rëndësishëm dhe Inspektorati i Punës duhet ketë më tepër vëmendje për ta bërë funksional këtë këshill. Që nuk funksionon po. Që realisht unë nuk e di, mund të flasë edhe punonjësja vet, por që të paktën me çfarë kemi konstatuar ne nuk është funksional. Pavarësisht se në letra mund të ekzistojë, e përgjithshme është që ekziston zbatimin praktik është shumë pothuajse nuk ekziston fare. Punonjësit edhe madje ata që janë antar, sepse është një këshill që funksionon në mënyrë barabartë midis profesorëve të punëmarrësve, punonjësve që zgjedhin vetë një profesi të tyre, nga 3 deri në 5 deri në 6 në varësi të numrit që ka kompania,
dhe përfaqësuesve që përfaqësojnë interesin e punëdhënësit aty. Pra kemi një hendek, po thoni ju, mes situatës reale dhe asaj që do duhet të ishte. Po ja, zënja Alketa për shembull mund të na tregojë. Ju nuk keni asnjë nga këto pajisje që zoti Hoxha përmendi përveç e lekut, të cilën ne shohim në përditshmërinë tonë? Nuk i kemi fare, vetëm një lek kemi, ma te, ngelëm, ma te. Ore, po bjeni pajisjet e punë nuk i kemi, vetëm një lek, llogaritë dhe i paldoreze, edhe një plasmas shiu që kemi, na e fut që shiu në rejna. Pra kjo është situata? Kjo është situata, edhe i palqizme që na sollën, nuk na i sollën sakta. Ato kemi, thë. Nuk na kanë sjellë gjatë tjetër. Edhe karrocet që marrin plerat nuk i kemi të mira. Zonja Mëshaka, cili është roli i inspektoriatit të punës në mbrojtjen e këtyre punëtorëve dhe çfarë duhet të garantonte minimalisht për ta? Atëherë, që nga atëherë një inspektorat, unë doja të sqaroj që inspektorati është institucioni që mbulon fushën e punës dhe ngarkohet me disa detyrime ligjore. Së pari të garantojë zbatimin e dispozitave ligjore që lidhen me marrëdhënien e punës, higjienën në vendet e punës, lidhjen e kontratave individuale të punës për formalizimin e marrëdhënieve të punës, kozjatjen e punës, të pushimeve, pagesën në rast sëmundje për fëmijët në ngarkim, punësimin e kategorive me risk siç janë të miturit, persona me aftësi të kufizuar e tjerë, si dhe shtylla tjetër është garantimin e zbatimit të dispozitave ligjore që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve. E rëndësishme është që Inspektorati i Punës ka një mision shumë të gjerë që nuk lidhet vetëm me sanksionimin, por është kontrolli, konstatimi, këshillimi i subjektit, dhënien e këshillave praktike punonjësve gjithashtu, parandalimi, zbutja e konflikteve dhe etapa e fundit, sikurse e përmenda në fillim, ngelet sanksionimi në rastet kur ne nuk kemi asnjë reagim apo feedback pozitiv nga ana e subjekteve që i nënshtrohen procesit të inspektimit. Pra, dispozitën ligjore le themi që e kemi në rregull, por çdon kur vjen puna e zbatimit, por cilat janë disa nga detyrimet që kompanitë e pastrimit kanë ndaj këtyre punonjësve? Atëherë, detyrimet që kanë kompanitë e pastrimit nuk lidhen specifikisht me këtë lloj veprimtarie. Janë detyrimet që i kanë të gjithë subjektet tregtare që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Shqipërisë. Do të ndanin pra në dy shtylla kryesore. Detyrimet që lidhen specifikisht me marrëdhënien e punës dhe marrëdhënia e punës merr një rëndësi të veçantë nëse formalizohet tek ajo kontrata individuale e punës, aty përcaktohet paga, përcaktohet puna, përshkrimi i përgjithshëm, detyra që ti merr përsipër kundrejt pagesës, kozjatja e pushimeve, pushime të tjera në rast gëzimesh, fatkeqësish, sikurse janë të përcaktuara dhe detyrimet. Dhe shtylla tjetër lidhet me sigurinë dhe shëndetin në punë, që në varësi të rrezikshmërisë që ka pozicioni i punës që kryen individi, përcaktohen dhe masa që subjekti ka detyrimin t'i zbatojë, që nga pajisja e detyrueshme me pajisje mbrojtëse individuale, në varësi të pozicionit, nëse është i ekspozuar ndaj fluorave, agjentëve kimik, zhurmave, dridhje në vendin e punës, dhe marrja e masave kolektive e cila nuk pret vetëm individin, por prek të gjithë kompaninë në tërësi, që mund të lidhet me sinjalistikën apo dhe elemente të tjerë të sigurisë në punë. Cilat janë shkelet më të zakonshme që ju konstatoni në këtë sektor dhe sa shpesh kryen Inspektoriati i Punës inspektime në terren? Atëherë, unë do nis nga fundi i pyetjes, në fakt, për sqaruar si funksionon puna jonë e përditshme e Inspektoratit të Punës. Ne kemi normalisht një plan pune. Plani i punës nuk përzgjidhet nga inspektori apo drejtuesi rajonal. Ne kemi një RAS, si themi, që është Risk Assessment System, është një sistem automatik i cili çdo muaj sugjeron një listë me subjekte në varësi të rrezikshmërisë. Ky lloj sistemi ka një algoritëm shumë specifik dhe bën përzgjedhjen dhe sugjeron tek trupa inspektuese subjektet në varësi të riskut. Tek risku mund të fusim tematikën nga inspektimi i fundit që ka pasur subjekti. Për shembull, nëse një subjekt ka qenë objekt ankese disa herë ndër vite, mundësia që të propozohet nga rasti për t'u inspektuar normalisht është më e lartë. Subjektet që kanë një risk të shtuar për sa i përket sigurisë dhe shëndetit të punë, ndërtimi, prodhimi, elektriciteti, minjerat, karrierat, propozohen më shpesh për t'u inspektuar. Por për post planit, thënë sa më lartë, ne kemi dhe çështjet që janë jashtë planit. Këtu do të fusim ankesat dhe aksidentet, apo dhe çështje të tjera që janë disa në fakt dhe nuk janë objekti këtij diskutimi. Tani për dal tek pjesa e parë, problematikat më të shumta që janë konstatuar nga ana e institucionit tonë, unë do t'i referohesha vitit 2025 duke qenë se është pak më i freskët.
janë trajtuar disa ankesa, më së shumti shqetësimet kryesore ose pretendimet që janë adresuar pranë institucionit tonë lidheshin me mosdhënien e pagave në kohë dhe mos shlyerjen e detyrimeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Këto kanë qenë shqetësimet kryesore, që për hir të së vërtetës kanë rezultuar të drejta dhe janë zgjidhur në favor të punonjësve. E në fakt si lidhet mungesa e sigurisë në punë me shkeljet e të drejtave të punëtorëve? Unë do doja që aspektin e sigurisë në punë ta diskutonim pak më gjerë, sepse nuk lidhet specifikisht me përdorimin apo jo, dhe pse janë tepër të rëndësishme për të ruajtur integritetin fizik të punonjësit të këtyre pajisjeve individuale. Por siguria në punë fillon dhe me respektimin e disa të drejtave themelore, ndalimin e punës së detyruar, diskriminimit, mbrojtjen e punonjësve që denoncojnë korrupsionin brenda në kompani, mbrojtjen e personalitetit, të gjitha këto, nëse zbatohen ashtu siç duhen nga ana e punëdhënësit, bëjnë që punonjësi të ndihet më i sigurt. Normalisht dhe produktiviteti në punë do të jetë më i madh. Domethënë është një kompleks faktorësh që të çojnë drejt një pune të sigurt e të denjë. Zoti Hoxha, ndani dhe ju të njëjtin qëndrim? Në fakt, teorikisht ndaj të njëjtin qëndrim dhe për aspektin e legjislacionit jam plotësisht dakord që ne kemi një legjislacion të mirë. Pavarësisht se edhe ai po shkon drejt përmirësimit të mëtejshëm, sepse kuadrat e procesit të integrimit janë këto, ndodhin këto përmirësime, por sa i përket zbatueshmërisë. Atë që dojmë në Shqipëri. Që ne cedojmë, jo vetëm në këtë situatë, por në raste të tjera. Po meqense po diskutojmë këtu, dhe këtu duhet këmbgulim të gjithë. Nuk është çështja që tani ta vëmë para përgjegjësisë vetëm inspektoriatin dhe themi që përgjegjësia është atje. Unë mendoj që përgjegjësia shpërndahet. Përgjegjësia kryesore është e kompanisë. Kompania ka marrë përsipër një kontratë shërbimi me bashkinë në rastin konkret dhe do duhet ta zbatojë deri në fund atë, duke respektuar edhe pse mund të mos jenë trajtuar në mënyrë shtëruese të gjitha aspektet e marrëdhënieve të punës në ato kontratë, duhet të respektojë standardet minimale të punës. Dhe më konkretisht, një nga problemet më të mpreta që haset në rastin e punonjësve të pastrimit në Elbasan është mosdhënia e pagës minimale. Mosdhënia e pagës minimale. Punonjësi do duhet të paktën të marrë pagën minimale për punën që bën. Do duhet paguhet për orët jashtë orarit, sepse punojnë gjatë natës, punojnë në shi, punojnë në të ftohtë, në diell të nxehtë të tjerë dhe do duhet paguhen për këtë. Është gjëja më minimale dhe unë mendoj që këtë inspektoriati këtu shkon përgjegjësia bashkë me kompaninë. Sepse do duhet i garantoj këto gjëra. Ne kemi diskutuar në rastin e punonjësve të pastrimit të Elbasan, ka pasur diskutim prej kohësh, punonjësit e dinë shumë mirë, që punonjësit për një periudhë shumë të gjatë nuk merrnin pagën minimale, që duhet ta marrin dhe inspektoriati në këtë rast duhet bëjë një punë shumë më të madhe që kjo gjë të garantohet mos të diskutohet më. Dhe tjetra thash, e theksoj edhe një herë, pagesa për orët gjatë natës. Po, që nuk njihet deri në fare, ndërkohë që është detyrim ligjor që nga 1996 kur ka ardhur fuqi kodi punës. E drejtë. Ne jemi në 2026 dhe nuk e njohim akoma si koncept në këtë sektor. Ndërkohë edhe në sektor tjerë patjetër, por me që po flasim për këtë sektor, është një fenomen që duhet patjetër të adresohet nga inspektoriati. Atëherë unë të them që është adresuar, janë trajtuar madje edhe në kompaninë ku zonja punon, janë zgjidhur çështje në lidhje me garantimin e pagës minimale, të garantoj që varet nga disa faktorë. Normalisht për diskutuar konkretisht në respektohet apo jo, ne duhet kemi përpara një marrëdhënie pune konkrete. Të kemi një kontratë pune dhe hajta diskutojmë konkretisht. Nëse është me kohë të plotë, me kohë të pjesshme, ka disa elementë që merren në shqyrtim. Kështu që parimisht është ajo që thua ti. Faktikisht pasaj janë disa elementë që merren në vlerësim gjatë një procedure inspektimi. Edhe besoj që do duhet të merren se realisht bëhet fjalë për një target group i cili sikundër juve e thatë punojnë në ditë të festash, natë, në kushte shumë të vështira. Por u kam një pyetje tjetër, si mund të ankohet një punëtor pastrimi në rastin se ndeshet me një situatë të cilën ai nuk është dakord dhe ai ruhet atij anonimati, le të themi ndjehet i sigurt, ndjehet komod. Atëherë, unë do të sqaroj që janë disa mekanizma të cilat funksionojnë aktualisht. Janë nëpërmjet protokollit të drejtorive rajonale, në rrugë postare, nëpërmjet adresës emaili që është lehtësisht e aksesueshme tek faqja zyrtare e Inspektoratit Punës. Këto janë rrugët për të ankimuar pranë institucionit tonë. Ndërsa në lidhje me anonimatin, unë dua të theksoj që rregullohet me ligj specifik dhe dua të garantoj çdo punonjës që inspektori punës
të cilit ju i adresoni një problematik, ka detyrimin ligjor primar të ruaj konfidencialitetin. Kështu që vetëm në raste kur individi punonjësi pranon vet ose kërkon që të evidentohet për shkak problematikës që e ka shumë specifike ose është individuale, atëherë ne i bëjmë dije që ankesa ka ardhur nga individi. Çdo rast tjetër, parimisht i ruhet konfidencialiteti. Kështu që doja të ndiheshin të qetë për këtë pjesë sepse rregullohet me ligj. Ja, zona Alketa, ndjehesh ti e sigurt në rast të ke një çështje të cilën të duhet ta referosh, ke besim që ajo do marrë zgjidhje apo ke frikë dhe tërhiqesh? Tash edhe frikë kemi, se neve nuk e kemi dhe aq shumë atë sigurinë në punë. Kur thua frikë, nga kush ke frikë? Po, tash i kavejnë se dhe na kërcënojnë. Janë ca Kush mund të kërcënojnë? janë ca gra këtu që këtu kanë frikë të ankohen. Shumica e di shumë mirë personat që s'kan ardhur shumë gra që të ankohen se kanë frikë, i bëj dhe kërcënime. E pra, Zoja Mushaka ta dha këtë lloj garancie nga studia jonë që duhet jeni të lirë që ta flisni pa drejtësi. Ne kemi ngrit zanin gjithmonë. Ne kemi ngrit zanin. E janë ca gra që këtu kanë frikë akoma të japin përgjigje. Ne gjithmonë e kemi ngrit zanin për këto gjëra. Se neve sigurin punë nuk kemi. Neve robe nuk kemi. Po, dhe prandaj do duhet ta ngreni zërin dhe të bëheni. Ne kemi ngrit zanin gjithmonë. Gjithmonë, ai thot, neve këte kemi, ta kemi dhënë, nuk kemi gjatë tjetër. Zoti Hoxha, do doja të ndaleshim në një pikë tjetër, kur një punëtor pastrimi del në terren për herë të parë. Ai trajnohet ai sepse kam përshtypjen si shumë punë të tjera, por veçanërisht ky sektor ka disa simbolika të tij apo jo. Si ndodh? Absolutisht, në rastet që kemi pasur ne, nuk është se ka një trajnim të vazhdueshëm për punonjësit. Nuk është se vetëm në fillim kur hyn në një pozicion pune që është e padiskutueshme trajnimi teorik edhe praktik në vendin e punës, por edhe në vazhdimsi punëdhënësi ka detyrimin që t'i trajnojë punonjësit. Me qëllim që ata të jenë të mbrojtur dhe madje trajnimi i vazhdueshëm është një nga instrumentat më të rëndësishëm për të shmangur dhe aksidentet në vendin e punës. Është një instrument që garanton parandalimin, që është një nga qëllimet kryesore të kompanisë, të gjithë sistemit të sigurisë së shtetit në punë. Por që realisht nuk kanë ndodhur. Nuk kanë ndodhur, ndodh në situata, le të themi, ata mësojnë duke punuar më shumë punonjësit, edhe punonjësit e rinj, që megjithëse në këtë sektor nuk është se ka shumë punonjës të rinj, pak në informacionin që kemi nuk ka punonjës që punësojnë rishtas ose janë shumë pak dhe është numri pa përfillshëm, por ky problem ekziston, jo vetëm për ata që punësojnë rishtas, por edhe për punonjësit që janë duke punuar ndërkohë, sepse jo vetëm aq, por duhet kemi parasysh që trajnimi është i nevojshëm edhe për updatimin me teknologjinë që mund të ndryshojë, me pajisjet e punës që mund të ndryshojnë, pavarësisht se këtu nuk ka ndryshuar shumë dhe vazhdojnë të fshin akoma me fshesa tradicionale. Ja, zënjën Alketa kemi këto. Jeni trajnuar ju personalisht? Na kanë dhënë fshes nga ato Tiranës. Bravo, ja, pas kemi një risi, po para se të vetëm një fshes na kanë dhënë, a vetëm ajo, na i hoqën ato tjerët, na kanë dhënë nga ato Tiranës, edhe me atë po punojmë. Ju, sa shpesh jeni trajnuar personalisht? Ja flasim për zënjën Alketa. Për çfarë më fal? Ai je trajnuar në mënyrë të vazhdueshme, sikurse zoti Hoxha e tha që do duhet që punëtorët e pastrimit në mënyrë të vazhdueshme të trajnohen. Jo, fare. Mban mend në një rast që je trajnuar, kanë treguar mënyrat? Jo, fare. S'kena, nuk na kanë ardhur njëri me fjalë që të na thonë moj këtu pa atje, jo, fare. Është një problematik që duket qartë që nuk punojnë nuk e njohin fare. Nuk e njohin fare. Ky është detyrimi i punëdhënësit. A mundem të shtoj diçka? Po, unë fakt në lidhje me më fal, ne çdo festë që bëhet këtu ke neve, ne jemi në punë. Besoj që nuk është edhe target i inspektoratit të punës, pjesa e trajnimit. Jo, është edhe pjesa e trajnimit. Patjetër që po. Sqarojmë fillimisht kuadrin ligjor. Si trajnohet një punonjës? Mi pra, e tham që ligjet i kemi shumë të mira. Kemi shumë të mira. Çfarë ndodh në praktik? Ndodh që punonjësit nënshkruajnë, mbajnë disa proces verbale, paraqiten gjatë vizitave inspektuese dhe punonjësi nuk ka dieni për çfarë ka firmosur. Po. Është e vërtetë. Na i vinë, na i marrin firmat edhe nuk na thonë gjë fare. Janë për sigurim punë, thot. Po çfarë sigurimi kemi në punë këtu, i thash.
Kështu që në këtë pikë jeni të dy palët pak me faj. Jo, edhe inspektorati ka përgjegjësi përsëri, sepse inspektoriati do duhet që të kaloj për të formalitetit e letrave. Jo për të zhveshur përgjegjësinë tonë. Po për të thënë pjesën, dëgjoj, gjithë procedura inspektimit. Në këtë aspekt. Dëgjoj, merr një rëndësi të veçantë dhe intervistimi punonjësve në terren. Por nëse ti del me një vendimarrje me sankcion, në hierarkinë e gjykimit të këtij vendimi, ty të shikohen provat dhe faktet. Dhe provë dhe fakt përbën çdo dokument zyrtar. Po edhe deklarimet e punonjësve që është e kundërta përbën në një procedurë të rregullt administrative, jo penale, kanë rëndësinë e vet, por nuk janë provë. Është praktike e gabuar që duhet ndryshojë dhe ju duhet luftoni që kjo të ndryshojë nëse është ashtu. E si mund të ndryshojë kjo praktikë? Po nuk duhet të merret me qenë vetëm letrat që dërgon punëdhënësi dhe kompania. Do duhet shkojnë në terren, ato intervistat të merren dhe të bëjmë. Ja, nga një intervistë jona doli një rast konkret, realitet. Po është në përgjithësi kjo lloj situate me punonjësit. Ndodh pra kjo. Kjo është. Që ju firmosni në vazhdimsi, sikurse firmosni dhe atë kontratën e punës pa e lexuar se çfarë të drejtash keni. Nuk ma jep ta lexojë, po zotri po ç'është kjo? Është për sigurim punë. Kjo është pak çështje tjetër pasaj për tu ndarë. Po, tamam, është një çështje tjetër. Është më e ndërlikuar se kaq, domethënë, nuk e ndajmë dot tani. Zoti Hoxha, atëherë nga këndvështrimi që dëgjuam nga juve, sa larg pra janë standardet në këtë. Unë në fakt, ajo që duhet vlerësoja pozitivisht aspekti ankimimeve tek inspektoriati. Teknologjia që përdoret, ankimimet, trajtimi i ankimimeve, ne të paktën konstatojmë një lloj serioziteti në inspektoriati dhe të gjitha rastet që çohen drejt për drejt, si ankimet te inspektoriati në mënyrë dhe anonime, janë trajtuar në një mënyrë të pranueshme, relativisht pranueshme, sepse kjo çështja e anonimatit në fakt është pak relative, sepse nëse një punonjës e ankimon dhe inspektori do shkojë të kontrollojë dosjen e atij punonjësi, nënkuptohet që ky punonjës ka bërë ankimin. Jo, ja të sqaroj si funksionon. Inspektorit i intereson ose trupës inspektuese nëse ekziston ky fenomen në këtë subjekt. Fenomeni. Po fenomeni, po nëse është rasti për nuk e kornizon brenda individit. Ankimimet që kemi bërë sepse fenomeni është më i rëndësishëm. Nëse ky fenomen provohet të ekzistojë në këtë subjekt, atëherë ne jemi para faktit që pretendimi rezulton i drejtë. Ky është dhe qëllimi i ligjit, të parandaloj fenomenin. Kur nuk identifikohet dhe janë plotësisht dakord, prandaj tash relativisht është pozitive. Janë të përcaktuara të gjitha mekanizmat. Por nëse janë raste individuale që ankimohet për një problematik të një punonjësi që nuk i paguhen sigurimet shoqërore, nuk ka problematika në rrugën e punës aty, nëse inspektori shkonte dosja e personit në fjalë, po e marrin me qenë që nuk do dekonspirohet tek punëdhënësi. Atëherë ja unë të them që ti merr indicie nga ankesa dhe ti e kalon në tërësi sa në rregull është ky subjekt karshi zbatimit legjislacionit punës. Domethënë ti evidenton çdo detaj dhe merr konsiderat çdo aspekt ligjit. Ti nuk je aty për ankimuesin. Ti je për të parë në tërësi sa në rregull është ky subjekt. Duke marr indicie nga ankesa sigurisht. Kjo gjë duhet vlerësuar në raport me inspektoratin. Pastaj të gjitha aspektet e tjera çajlojnë. Po pra, duhet akoma shumë rrugë për të arritur tek ato standarde të cilat shpesh i kujtojmë. Jo vetëm shpesh i kujtojmë, po standarde minimalisht pranueshme. Se ne flasim për disa standarde që janë vërtet standarde shumë të mira, ndërkombëtare, të një standardi mesatar, le të themi. Po, dhe modelet duke se nuk ekzistojnë. Modelet ekzistojnë, absolutisht ekzistojnë. Modelet, jo vetëm në vendet e zhvilluara që ka një lloj praktike terreni tjetër aty, sepse do flasim për Europën perëndimore, ato kanë një standard tjetër. Por kemi tashmë standard shumë të mirë në vendet e rajonit. Kemi Kroacinë, Sloveninë që kanë qenë në një situatë ngjashme me ne para shumë vitesh, tani janë pjesë e Bashkimit Evropian. Kemi vende, madje kemi edhe Kosovën, kemi edhe vende të rajonit që kanë praktika shumë të mira dhe që nëse ne do t'i huazojmë, kemi Malin e Zi. Ne kemi qenë një vizitë Malin e Zi dhe aty kemi parë që standardet e punonjësve të pastrimit, pagat janë të pakrahasueshme. Ne ishim aty me kokën ulur për t'ju thënë pagat që kishin punonjësve të pastrimit në Shqipëri, sepse ata flisnin për paga jashtëzakonshme, të pakonceptueshme nga ne këtu. E kuptoj qëndrimin tënd si përfaqësuese e një institucioni shtetëror, por çfarë duhet të ndryshojë urgjentisht mendoni ju në këtë sistem që ndodhemi aktualisht? Subjektet duhet jenë më afër zbatimit legjislacionit punës, të marrin masa, të jenë rigoros, ta zbatojnë me përpikmëri. Ndoshta sot do t'i duket si një shpenzim, unë garantoj që do i kthehet në një investim në të ardhmen. Punonjës të sigurt, mirë për biznesin, mirë për të gjithë. Kështu që unë i ftoj dhe t'jenë sa më afër zbatimit të legjislacionit, nëse kanë paqartësi
të na drejtohen, ne jemi për t'i udhëzuar, jo vetëm për t'i kontrolluar dhe për të marrë masat që ka parashikuar ligji. E kuptueshme. Zoti Hoxha, cili do t'ishte një rrezik në terren shumë i madh që publiku ndoshta nuk e kupton? Rreziku më i madh që nuk kuptohet, jo vetëm nga publiku, por edhe nga vetë punonjësit tashmë është sëmundjet profesionale që këta punonjës kanë në vazhdimsi në të ardhmen. Unë jam i sigurt që nëse do bënim një analizë të sëmundjeve profesionale që hasin apo kanë hasur në vazhdimsi punonjësit e pastrimit, do ishim në një situatë alarmante. Sepse ne as nuk arrim ta konceptojmë, jo më ta monitorojmë dhe ta shmangim sëmundjet profesionale që mund të kenë këta punonjës. Qoftë nga pluri, qoftë nga problematika kimikatesh etj që janë problematika shumë të mëdha. Dhe një nga sugjerimet kryesore është që ndaj institucioneve, ndaj qeverisë shqiptare është që të ndërhyjë patjetër dhe të ngrejë sistemin e mjekësisë punës. Jo vetëm për këtë sektor, por për gjithë sektorët e vështirë në përgjithësi, sepse është një, le të themi, një institucion që nuk ekziston aktualisht. Ne flasim për aksidente sepse ato janë të dukshme, por ndërkohë sëmundjet profesionale bëjnë namin tek ne. Edhe kjo është një problem dhe ky është sugjerimi që i shkon drejt për drejt, jo thjesht institucione ligjzbatuese, si inspektoriati apo bashkitë apo kompanitë, por qeverisë shqiptare që të ndryjë me instrumenta për ta ngritur këtë strukturë. Dhe patjetër pastaj për ta bërë funksionale edhe në kuadër të procesit të integrimit evropian që ne jemi duke ecur me shpejtësi. Shumë shkurt sepse jemi edhe në limitet e kohës. Po punëdhënësi, sipas jush, ku duhet përmirësohet? Punëdhënësi është mesazhi në fakt që dha edhe profesorësi e inspektoriatit, nuk duhet ta shohë si kosto investimin tek siguria dhe shëndeti në punë. Nuk është absolutisht kosto, duket në pamje të parë, në momentin e parë si një lloj kostoje, por është një investim për përmirësimin e produktivitetit dhe përmirësimin e fitimeve të punëdhënësit, sepse punojësit më të shëndetshëm do punojnë më mirë, do punojnë më entuziast, le të themi, dhe do ketë përfitime edhe punëdhënësi. Aktualisht kjo shihet si kosto, si ta shmangin maksimum. Mundësisht mos të bëjmë asnjë lloj investimi. Mundësisht bëjmë disa letra të kemi në dosje dhe kur vjen inspektoriati i tregojmë letrat dhe kaq mbaron. Ndërkohë duhet ta shohim ndryshe. Dhe nga ana tjetër, kjo rrezikon t'ju kthehet në një kosto të jashtëzakonshme në një moment të dytë. Sepse aksidentët në punë, qoftë sa i përket cënimit të shëndetit punonjësve, qoftë pastaj aksidentet fatale që mund të ndodhin potencialisht, i kthehen në një kosto të madhe dhe për vetë kompaninë. Qartë. Prandaj ky është mesazhi kryesor. Punëdhënësit duhet të edukohen, duhet punojmë të gjithë që këta ta marrin këtë informacion dhe të edukohen në mënyrë tillë që të mos e shohin si kosto këtë investimin sa i përket sigurisë së shtetit në punë. E fundit, mesazhi juaj sot për punëtorët e pastrimit, por dhe pse jo dhe për punëdhënësit? Punonjësit do t'i thoja që të mos pranojnë asnjë lloj pune në të zezë, çdo lloj forme qoftë ajo. Të mos punojnë të paguhen në dorë ose pjesërisht në dorë. T'i kushtojnë vëmendje asaj kontratës punës. Është marrëveshja më e rëndësishme që rregullon marrëdhënien e punës. Në bazë të asaj ti informohesh paraprakisht për të drejtat që ke, por paralelisht do i thoja që ti kushtojnë të vëmendje detyrimeve që kanë. Të kuptuarit e asajt marrëveshje merr një rëndësi të veçantë për këtë marrëdhënie pune. Nga aty fillon, ajo është baza e çdo gjëje. Okay. Vetëm mos ndjeni të friksuar nëse e ndjeni që duhet të denonconi, të tregoni një rast abuzimi, të denonconi punën e detyruar, diskriminimin, apo çdo lloj forme tjetër që shkon përtej profesionit dhe asaj që ju keni marrë përsipër për të ofruar tek subjekti. Po. Faleminderit shumë të ftuarve për kontributin, për sinqeritetin e treguar. E në fakt nga kjo bisedë kuptuam se pas një pune e cila zakonisht mbetet jashtë vëmendjes, ekzistojnë sfida reale, përpjekje, por nga ana tjetër dhe njerëz të cilët duan në një farë mënyrë të sigurojnë mes këtyre vështirësive edhe mbijetesën e tyre, e cila për hir të vërtetës nuk është as pak e lehtë. Ndërkohë që unë në fakt të dëshiroj t'i përcjell një apel të gjithë atyre që janë duke ndjekur këtë episod dhe veçanërisht nëse njohin një person i cili punon në sektorin e pastrimit, ndajeni sa më shumë këtë episod sepse informimi është dhe rruga e parë apo hapi i parë drejt këtij ndryshimi që ne të gjithë presim. Në fakt unë uroj mirupafshim dhe shihemi në puntatën tjetër e cila vjen menjëherë ditën e premte. Kalofshi një fundjavë të bukur.